Këto nuk janë pamje që vinë nga India apo Afganistani, por nga Prishtina, kryeqyteti i Kosovës, i cili po mbytet në mbeturina, por edhe në mungesë të përgjegjësisë institucionale. Por kush është fajtori kësaj situate të paprecedent që vazhdon prej shumë javësh në gjithë qytetin me 300.000 banor? Kompania pastrimi? Komuna e Prishtinës? Apo politika? Le t'i marrim me radhë. Në kompaninë pastrimi, që pavarësisht emrit nuk po pastron asgjë këto ditë, gjërat bëhen me njëherë të qarta. Drejtori tregohet i prerë. Kapacitetet për të pastruar Prishtinën janë, por mungon karburanti apo siç njihet në Kosovë derivatet. Kapacitete jashtëzakonisht vështira, sepse kemi mungesë të naftës. Nuk kanë ndjenjë mirë, nuk është as e mirë as për neve si ndërmarrje. Ne kemi thonë dhe kemi potencuar edhe përmes reagimeve zyrtare që kemi pas me komunën. Në realisht komuna nuk na është përgjigj asnjëherë këto reagime zyrtare dhe kërkesat që kemi pas ndaj tyre dhe ofrimin e zgjidhjeve në këto situata. Ne kemi paralajmëruar shumë më të një rrezikim të tillë gjendjes. Ne kemi njoftuar edhe vetë prokurorinë e shtetit dhe policinë shumë më të që mos të vjen në një situatë e tillë për shkak të disa veprimeve të jashtëligjshme që po ndodhen atje në komunë. Me pak fjalë, qytetari paguan në komunë, ndërmarrja nuk paguhet nga komuna dhe qyteti mbetet në plehra. Në situatën ekzistuese, ne duhet t'i marrim pagesat drejt për drejt nga qytetarët dhe jo komuna. Dhe komuna ka bënë thirrje të jashtëligjshme, disa veprime të jashtëligjshme, edhe mbi bazën e tyre kanë krijuar një paqartësi të qytetarëve dhe qytetarët fatkeqësisht ju kanë përgjigj komunës. Dhe komuna ka marrë pagesa për qytetarëve, po i mban llogari bankare, as nuk po e pagun pastrimin, në anën tjetër sapo mund po bën thirrje mos paguni prapë në pastrim. Dhe kjo na kalon pa parë. Fatkeqësisht na jemi në pamundësi të ofrimit shërbimit për shkak se na është marrë nafta, një pjesë e punëtorëve ende si kanë marrë pagat. Kjo situatë absurde është reflektuar edhe në stafin prej 820 punonjësve të kompanisë pastrimi, që i tremben largimit nga puna. Nuk e don kërkosh këto. Besoni se një punëtor që punon me njerëz, sidomos në grumbullin mbeturinave, nuk është i kënaqur. Lindja në Prishtinë me gjithë familje, kam familje edhe jam babi 30.000, i rriti këtu, i shkolloj këtu, edhe nuk është prej shefit kjo. Për momentin amollit e punëtorët ka shumë, pjesë e punëtorëve jam edhe unë, secili jetë e rrezikuar. Neve nuk na intereson si punëtor, kush vjen kryeshef. Mu personalisht, si kontrollin tene, mbrengosin pozita, situata e punëtorëve thjeshtë dhe shoferëve. Si është në gjendje alarmante. Për shembull, do të pa shku fare në shtëpi se të me rrogën gjysmë 10 milion që ka marrë borxh. Bankat i thirrin kreditat të më pagu. Ky operator i kompanisë na konfirmon se janë të gatshëm si gjithmonë të pastrojnë qytetin, pavarësisht krizës që sipas tij ka një shkak që nuk varet nga kompania. Jo kemi thonë në takim, me hektir me sabotazh, na furnizoni me derivatet naftës, na fillon çitash, na nuk e këshirën politikisht, që kjo zonë PDKS, LDKS, AOKS, na e morëm veturinën, na i kryjm edhe kem kapacitet për momentin. Pavarësisht kësaj gatishmërie të stafit, gjërat vazhdojnë të mos funksionojnë në dëm të qytetit dhe të banorëve. Ndërkohë, në këto kushte, sipas drejtuesve të kompanisë, po punohet me prioritet, me qëllim evitimin e ndonjë të papritura në sektorin ku mund të ketë rrezik epidemik. Jemi të erujt një sasi të mjeteve të pagave tona për me siguru një sasi super të limitume të naftës që të paktën spitalin me kryer shërbimin edhe qerdhet e fëmijëve. Po cili mund të jetë shkaku i këtij konflikti që ka përfunduar me përplasje mes kompanisë pastrimi dhe komunës? A mund të ketë një prapaskenë? Me sa duket gjithçka lidhet me dy kompani të tjera që kanë hyrë në treg. Dhe dyshimet janë që për t'i hapur rrugë atyre, po sabotohet puna e kompanisë aktuale. Nën petkun e kësaj propagande që kinse është betejë politike, po tentojnë me kry punë dhe me nënshu tendera dhe kontrata. Nëse që kjo gjendje pamundson ndërmarrjen tonë me punu, ata e çelin në rrugën edhe krijojnë atë terrenin e mirë për mi negocu këta tendera. Tash disa herë po e bëjnë një gjë të tillë, po negociojnë edhe njëjtë kanë bërë vitin e kaluar. Njëjtën kohë kanë negociu, njëjtën kohë ka tender. Dhe kjo është ajo që po e rrezikon tallmën e punëtorëve tonë. E kanë një tender 16.5 milion në procedurë prokurimit, njëjtën kohë kanë negociu. Dhe dy atje me ankesa dhe pa i prit përgjigjet e OSHP, si duket kanë vepruar me njërin prej tyre. Në njërin jemi anku ne, se jemi kohë në pol dhe kemi me kohë se ka qenë publike, ndërsa negocimi ka qenë totalisht i mbyllur. Të gjitha rrugët na çojnë në komunën e Prishtinës, e cila gjatë gjithë kësaj kohe si duket i ka larë duart me situatën, duke drejtuar gishtin gjithmonë te kompania kontraktuar për pastrimin e kryeqytetit. Përshëndetje zoti Roma Altona, gazetare e emisionit Piranja. A mi veti çfarë ndodh me qytetin për momentin, është mbushur me portat? Jo, s'është mbushur, është vërtet.
se kemi pastru. Keni kontraktu dy kompani Mos jepni dezinformata zemra. Kryetari Rama e nis me këmbën e gabuar, duke na akuzuar se dezinformojnë për situatën, pavarësisht se qytetarët e Prishtinës po përjetojnë çdo ditë një situatë të papranueshme për asnjë. Kush ka blloku parë? Parët e qytetarëve. Absolutisht asnjë parë se kemi blloku. Edhe nuk kanë derivate për momentin kompania pastrimi me hekbor logën. Kompania pastrimi ka menaxhmentin katastrofë. A di çfarë se kush ndeti njerëzve për momentin. Pikërisht që këtyre ku lyp për llog dikun. Po vetë që ki për logën ashtu në shokë. Hajde, vjen e mund. Hajde zava, shko këshire, edhe mos e dezinformo publikun. Jo, nuk ka dezinformim. Pse keni fuku parët e kompanisë pastrimi? Pse po i mbani peng parët e qytetarëve? Për me ditë zotë. Rrugë po shkëlqerë. E vlerësojmë kujdesin e kryetarit për shëndetin ton, por do të ishte mirë që këtë kujdes ta kishte për 300.000 banorët që kanë zgjedhur si menaxher të Prishtinës. A më me ditë se po i mbani peng parët e qytetarëve? S'po i mbajmë peng, lësh. Pse s'po hidhni për derivate? Zotëri Rama, pse s'po hidhni për derivate? Shumë pyetje e thjeshtë. Po vetë kryeshefin. Po pse? Pse i keni kontraktu? Domethënë ju keni parë për dy kompani private, nuk keni parë për kompaninë pastrimi. Kryetari e ndan përballjen me ne, herë me ironi e herë duke na u shmangur, thjesht për të evituar përgjigjen që e lidh me skandalin e mbetorinave. Jo, mos më prek, mos më Tani prek. po bollën. Jo, po du me ditë për kryetarit të Rama, se po i pagun dy kompani të tjera, lutna, mundesh më ndalje me bisedu. Se të kanë votu qytetarë. Ja ki përbërë. Shumë profesionista. Jo, ja ki përbërë qytetarëve me i tregu pse. Për çka? A po dalësh në minutë me bisedu me më? Për çka? Me bisedu me më? Unë tregova Loshka. Jo, me tërë ma Loshka, zamër mos më drejta mu. Kuj na jem su me ju drejtu me këtë tërë? Shko, shikoja qytetin. Kuj na jem su me ju drejtu me tërë me Loshka zamër? Shko ti Kuj na jem su me ju drejtu me tërë me Çdo Loshka zamër? qytetarit Prishtinës. Qytetar Prishtinës që i kem bush me mbetorină, do me thonë shumë e vështirë me folë zotëri Rama. Jo, shumë e lehtë. Çka ndodh me gjithë ata punëtorë? Janë 800 punëtorë. Çka ka ndodh me ta nëse fali me ta? Ata krejt kanë me pas punë. Ku kanë me pas punën? E kanë Në dy punën. kompanitë private që ju i keni kontraktu? Që Na alo nuk muj me helbër, jo vetëm dy kompani, po kemi me kontraktu sot dush kompani që ka nevojë për me pastru E kryqëzit. pse jo ku i kanë gjithë kamion, gjithë apajicet kompania pastrimit? Se shko vetë ata. Unë po Shko të vetë kryeshefin që nuk e menaxhon kompaninë mirë. Çka se kam menaxhu mirë? Po, nëse dhe ty që të pas ka pagu me bozhurën, shko vete. Ty që të pas ka pagu me dhon dezinformata. U infektua dhe zoti Rama i Prishtinës me akuza ndaj nesh, me sa duket me gjurmët e kolegëve të tij, këtej kufirit. Megjithatë, përgjigjen për skandalin ende nuk po e marrim. Ata që po të paguajnë ty me dhon dezinformata e bojnë krejt qytetin bërllog, ne pastrojmë. Për momentin. A di që jetu shpit? Okej, Po një emisian holumtus? hajt. A di që jetu shpit? Okej, shko këshire qytetin. Hajde, apo vjen me mu me këqy ku ka bërllar? Ec ti vet, është puna jotja, është puna jotja. Unë i kam ekipet që kam pasur qytetin. Jo, nuk e kam pasur. Dy kompani nuk kanë arrit me pasur qytetin. Edhe 800 punëtorë rrinë, presin prej teja, se o të lutna. Sa frekacion. Po nuk është i paprekshëm bre shkrytar që e kena votu na? Po shkrytar që e kena votu na? Apo? Zotëri Rama, a është qëllimi juve që me falimentu kompania pastrimi? A zotëri Rama? Apo më tregante? A është qëllimi juve me falimentu kompani? A zotëri Rama? Cëllë është qëllimi juve në këtë raport? Zotëri Rama, cëllë është qëllimi juve? Qa komentohet me 820 punëtorë? Indiferencë, qeshje ironike, gjuhë seksiste dhe heshtje se çfarë po ndodh prej më shumë se 2 javësh. Ky është reagimi i qytetarit të parë të Prishtinës. Ndërkohë që qyteti vazhdon të lotoj mes mbetorinave edhe sot e kësaj dite.